Vazhdoj me recetën e djathit që ju e ndoqët edhe në ekran me listën e ripërsërisi me themi dhe me zë. Një djath furre me perime, cilat janë perimet, pra kemi 250 gram djath të bardh, 200 gram domate të prera në rrath, 4 speca të prera dhe këto në rrath, të ngjyrave të ndryshme, 3 qep, specie shill djegës i kryer shumimët, 1 lug çaj paprika, 1 lug çaj rigon, piper i zi i bluar dhe vaj ulliri për spërkatje. Të mas, pasi ta kemi punuar mirë, do ta vendosim në furrë. Të gjitha perimet do t'jenë në rrath, përveç se specit djegës ose farave të specit, që do t'jenë të imta fare, të shtypura. Dhe të gjitha perimet, pra specat me ngjyra, domatet, qepët, do t'japin shijen e tyre do ta shkarkojnë tek djathi. Tani, tam qepët, specat, djathin, dhe vendosin në furrë të gjitha, pa i punuar në temperaturë më përpara, direkt në furrë. Shtoj. Tomatet. Edhe specat. O, largojmë atutje. Dhe djathin. Do të zbutet, dhe do të piqet, do të marrë atë shtresën e sipër me krokante, dhe do të jetë i but brenda. Pra, si që shikoni, nuk shtoj krip të perime. Edhe një copë tjetër, sepse kjo mbi gjitha, ky është një gatim që më tepër është në meze. Janë ato meze që duan atë faqoren e rakis, por është një gatim që vjen nga, normalisht, nga mesdheu. Kam Erzat tani. Erzat që shtoj. Pra pak rigon, pak piper. Pak fare. Spec djegës dhe vaj. Dhe mbështjellosh apo do ta vendosësh ashtu? Djathin. Pra një djath tjetër. Shtuam djathin e bardh, tani do t'i shtojmë dhe djath të grirë. Sepse do atë masën e djathit që perimet të bashkohen me djathin, do bëhet ajo ngjitja e... Po. Elastike. Elastike, po. Dhe përshëndrojmë edhe tek djathi, po edhe të perimet, pra këtë masën e djathit të grirë. Sërisht. Qepët. Të gjithë masën. Bëj një hapje të lehtë. Shtoj masën e domateve. Përqëndrimi djathit të mos na digjet, po. Gjithmonë, ja. Në anësore. Ja, edhe specat e dyta. Specat. Në këtë rast, kemi vendosur 2 shtresa me perime. Shtresën e parë, bëhet një masë, djathrat në mes dhe shtresa e dytë me perime, gjithmonë duke menduar që niveli do të bjerë nga pjekja. Lëngjet e tyre do të thahen
Të masën e djathit. Dhe shia do të mbetet në tigan, në tavë. Ja, tillë. Pastaj për ta shoqëruar, për të vendosur, për ta konsumuar kështu siç është, ose nëse ato do të zbuten, do të bëjmë një trazim të mirë, mund t'ja shtojmë një paste, mund të jetë një shoqërim shumë i veçantë i tryezave, por edhe më vete siç është, si recetë më vete e lehtë. Normalisht do marr letër pjekje, më falni. Po, do ta mbulojmë me letrën alumini apo me letrën e pjekjes, në mënyrë që të mos digjet shtresa e sipër me djathit apo e perimeve, sepse na duhet që të qëndrojnë të buta dhe të mbajnë ato vlerat e tyre në brendësi. Në fund fare, kur unë kam atë pjekjen e duhur, unë do t'i shtoj dhe djathin e grirë. E kaloj në furr. Tani e vendosim në furr për të pjekur së bashku dhe një recetën. 2 tava u vendosën në furr, pispilia me perime dhe djathi furrës po me perime të ndryshme. Ja tek e keni recetën për ta shkruar djath furre me perime. Ju duhet djath i bardh, ju duhet domate, speca, qep, të cilat i prisni në feta rumbullake. Një lugë çaji paprika, rigon, piper i zi, bluar, specin djegës mos e harroni, dhe vaj ulliri për spërkatje dhe për shije. Kjo ishte receta e dytë, pas pispilis me perime me miell misri që vendosëm në furr për të pjekur, ne do të sistemojmë pak tryezën dhe do të rikthehemi pas reklamave për recetën e tretë si gjithmonë. Ju presim.